Shërbimi veterinar në Lezhë, mbështetur edhe nga policia e shtetit, po vijon kontrollet në akset rrugore në mënyrë që të mbahet në monitorim tregtimi i kafshëve, të cilat mund të preken nga murtaja. Dedi Rama, përgjegjësi i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve në Lezhë, thotë se po kryen kontrolle në aksin Laç-Lezhë-Shkodër në mënyrë që të mos përhapet sëmundja në këto zona. Duhet na mirë kuptojmë fermerët, sepse normalisht dihet që është një situatë jo e mirë për ekonominë dhe për të ardhurën e tyre, por ne këto masa i marrim në të mirë të shtetit kafshë, në të mirë të ekonomisë tyre dhe në mos përhapjen e sëmundjes në qarkun tonë. Shërbimi veterinar u bëri apel fermerëve që të mos bëjnë lëvizje të paautorizuara dhe qytetarët të tregohen të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe, kryesisht në tregun e Milotit. Deri tani ka rezultuar që është zonë e pastër dhe nuk kemi. Ju bëj thirrje fermerëve që mos të bëjnë lëvizje të paautorizuar të kafshëve dhe për çdo shfaqje të sëmundjes do thënë të raportojnë ke shërbimi veterinar. Fermerëve dhe mbashtuesve të kafshëve të imta u bëhet thirrje të marrin masa parandaluese, të kufizojnë lëvizjet e kafshëve dhe të raportojnë çdo shenjë të dyshimt.